Përshëndetje dashur miq, jemi sërish bashkë në podcastin Mikrofoni qytetar në ambientet ose le të themi në zyrën e qendresës qytetare. Pak më parë këtu ishte një rëmuj edhe ne po mendonim ta bënim pak pse jo me audiencë. Edhe përshëndesim miqtë që kemi në zyrë Wilsonin edhe Edisonin, duke bërë pak a shumë të kuptueshme se kemi në studio sot edhe në këtë podcast si Dorela Vatnikaj. Faleminderit që më në fund t'ja dolëm të gjejmë një ditë dhe një orë për të diskutuar bashkë. Mirë se ardhje të përzemërta në podcast dhe shpresoj që të kemi një bashkëbisedim ku jo vetëm t'ja kalojmë me le të themi mirë, po edhe të lejmë diçka për bashkëbiseduesit. Faleminderit shumë për ftesën. Unë me qendresën njihem që studente shumë e vogël, kështu që unë jam gjithmonë ndihem shumë rehat kur vi edhe faleminderit shumë që më keni thirrur edhe shpresoj të jetë bashkëbisedim interesant. Megjithëse ndonjëherë para kamerave nuk është aq interesant. Po, e vërtet është. Se ajo që ndodh pas kamerave, po, do mundohemi. Është e çuditshme kjo pjesë, fillon bën ca llogarira që s'mendon se do i bëje para se i bën ca korniza vetes, po mendoj që me aq sa njihemi nuk ka nevojë. Kur ti thua njihemi herët edhe ndihem rehat, unë mbaj mend që ti ke, domethënë është e vërtetë ajo që njihemi shumë herët dhe ndër të tjerët ke qenë nga këto studentët që kishe një mendim kritik edhe nuk kishe përtuar për ta bërë kritik. Dhe unë fjala vjen mbaj mend shumë kritika të tua nga kur ke qenë se s'duhet të në vogël tani se nuk më e vogël. Kur ke qenë studente, edhe më vjen mirë që ti e ke ruajtur këtë sensin e qasjes kritike ndaj gjërave, po edhe si thua dëshirën për të kontribuar në hapësirën publike. Mirë, po ditët e fundit ka ndodhur disa ngjarje të cilat le të themi të kanë hedhur për të qenë më aktive, jo sepse nuk ke munguar në pjesën tjetër, por ndonjëherë aktivistët e shoqërisë civile janë detyruar që atë ku ndodhin çështje të rëndësishme ose evenimente negative në hapësirën publike, detyrohen për të bërë pak më vizibël. Edhe ngjarja e burgut Spaçit, le të themi të ka risjell sërish për një problematik të trashëgimisë kulturore. Tani, pyetja ime e parë është, unë do mundohem të vej në siklet duke ditur që ti nuk ke ndonjë problem me vendosjen në siklet gjatë komunikimit publik. Edhe duke sikur çështja e Spaçit, për shembull, edhe unë vetë jam marrë kur kam qenë student, po unë kam qenë student i para një 10 vjetësh, 15 vjetësh, domethënë shumë më vonë. Edhe atëherë mbaj mend që më thonin ore, po ç'do ti merresh me Spaçin. Edhe pyetja e parë që dua të bëj ty është, ti ke lindur në 90, domethënë ke lindur mbas 90. 99. Ti ke lindur 9 vjet mbasi komunizmi, le të themi në një farë mënyrë iku si sistem politik në vendin tonë. Çat lidh ty me ç'pun ke ti, ta bëjmë. Ishte interesant, në fakt pyetja më shpesh që kam marrë tani që bën vizitën në Spaç ishte vajza kujt je ti këtu. Pra, ti duhet se s'bën të kishe dikë një familjar që të kishte vuajtur në Spaç, ndryshe interesi yt për Spaçin ishte, si më thoni, çuditshëm. Çdo një e re, ky brez që nuk angazhohet, etj, të angazhohet mbi një çështje që edhe si perceptim është një çështje që i përket kaluarës, një moshe caktuar, disa njerëzve që kanë vuajtur, fëmijëve të tyre etj. Unë me Spaçin, ç'është e vërteta jam, si më thënë, jam njohur kështu nëpërmjet leximeve, kryesisht librave të Fatos Lubonjës. Pra ti nuk je bia e dikujt që ka vuajtur në Spaç? Në Spaç jo. Okay. Jo, ama jam, siç kanë qenë shumica e shqiptarëve, një familje që është përndjekur, etj, po si më thënë, nuk vjen kryesisht nga kjo. Ama unë me Spaçin jam njohur përmes librit Fatos Lubonjës, i cili shpjegonte për Spaçin. Për mua ishte, si me thënë, së pari interesante dhe kështu gati e çuditshme për ta perceptuar që një gjë e tillë ekzistonte vërtet. Dhe kur kam shkuar në Spaç, e kam parë për herë të parë në përdhomat, jo vetëm shkrimet që njerëzit kishin shkruar, po
ajo që më ka bërë mua më shumë përshtypje është vendosja e krevateve. Kur ke rënë në kontakt me këtë libër ose kur ke rënë për herë të parë në kontakt me historinë e Spaçit? Kam përshtypjen se 3 ose 4 vite më parë, rash në kontakt, Fatos Lubonja ishte thirrur në një diskutim tek qendra tek bunkeri, edhe do fliste pikërisht për jetën e vet në burg, ridënimin e tjerë. Dhe aty fillova të shikoja disa intervista mbi eksperiencën e tij në burgun e Spaçit. Çfarë ishte, pse ishte ndërtuar, çfarë tregonte ajo, jo vetëm për atë sistem, po si kishin përjetuar njerëzit. Pastaj duke lexuar dhe më tej kujtimet edhe të Liri Lubonjës, faktin se si qindra, nëna, gra, vajza, motra shkonin dhe i takonin këta të burgosur, që për mua është një aspekt tjetër shumë emocional, sepse përgjithsisht flitet për të burgosurin që është edhe viktim edhe hero. Ama aty ka pasur qindra, gra, vajza, të cilat duhet ta bënin të gjithë rrugën në këmbë, sepse fugonat që kalonin nuk duhet t'i merrnin se ishin armiq të popullit. Dhe imagjino gra të veshura me zeza që e bënin gjithë atë rrugë që ne kemi bërë me makinë, dhe është shumë e mundimshme. Edhe me makinë. Nga ura e zogut ajo e nga famshme ura që është rënuar. e famshme duhet ta bënin këmbë. Edhe kjo, kur kam shkuar, kam parë vendosjen e krevateve që janë në 3 kate, unë kisha kuptuar, ne kur kemi qenë fëmijë kemi pasur një krevat marinari. Dhe kati i dytë më duke që ishte gjithmonë shumë afër me tavanin dhe sikur mbzinte frymën. Dhe kur e pash ato që ishte me 3 kate dhe praktikisht nga vendosja, nga shenja që kishin lënë krevatet, ti kuptoje që ai njeriu që ka fitur në katin e 3, sikur të mos kishte asnjë shqetësim tjetër, fakti që e kishte tavanin shumë afër me fytyrën, dhe shumë ishte burgosur, i referoheshin na duhet kur kishim arkivolin sipër, drasën e varrit. Dhe e gjitha kjo fakti se si mua më ka interesuar për të qëllim. Fakti se si ne arritëm ta prodhonim këtë burg, ca shqiptar për ca shqiptar të tjerë. Se ne gjithmonë themi shqiptarët, populli jon, solidar tjerë, si arritëm ne të prodhonim një sistem diktatorial që do prodhonte një burg dhe një kamp pune të detyruar në kushte të tmerrshme, të njerëzore për vetë, popullin e vet, për njerëzit e vet. Imagjino pastaj për flasim për elitë intelektuale, politike. Shumë interesante kjo që thua ti në jam i sigurt që kontakti me të kaluarën komunist nuk ka qenë kjo e para. Po kam përshtypjen që burgu i Spaçit ka qenë kontakti i parë për ty. Edhe nëse ke pasur mundësi të reflektosh, si ka ndikuar le të themi historia e Spaçit ose ajo njohja jote me Spaçin për pjesën tjetër a ka lënë ndonjë shenjë, a ka, se unë besoj që me diktaturën ti ke pas njohur shumë herë, është e pamundur mos njihesh me sistemin. Unë jam njohur kryesisht nëpërmjet rrëfimeve të familjarëve, fakti që ju është mohuar bursa, për shembull, kanë qenë përndjekur etj, por gjithsesi mua, duke qenë se shoqëria joni percepton si tema të largta, të kaluara, të harruara, nuk është se më kanë krijuar një interes, po them, të veçantë gjatë rritjes. E kuptoj. Duke qenë se perceptimi shoqëror ishte që është një temë e kaluar kjo, nuk ka ç'na duhet, plus ne jemi të rinj. E dhimbshme mirë është mos e kujtojmë. E dhimbshme mirë është mos ta, edhe kur është folur për diktaturën, është folur për vuajtjen dhe të vuajturin, për asnjëherë për ato që është kaktoj, edhe kush është përgjegjësi. Kështu që në këtë kuptim, gjatë rritjes nuk e kam pasur, ama kur kam shkuar ta vizitoj dhe të shikoj të gjithë sistemin se si ka qenë ndërtuar, kullat e rojes, kullat e vrojtimit, etj, pra një sistem nga i cili ti nuk dilje dot, ka filluar që ta kem kështu siç e kanë mbi kokë për të kuptuar që ndoshta ne nuk kemi përballur me atë çfarë prodhuam. Dhe fakti që nuk e kemi njohur së pari, së dyti as nuk kemi përballur edhe, si me thënë, të kuptojmë kush kanë qenë përgjegjësit dhe çfarë kjo shkaktoi. Unë e gjej shumë, si me thënë, të përkthyer në sjelljen tonë sot, mënyrën se si votojmë, mënyrën si qasemi partive politike, mënyrën si qasemi demokracisë, pronës publike. Është vërtet, unë do të pyes pak më vonë për këto, po pyetja ime drejt për drejt do ishte, nëse ti nuk do ishe në kontakt me historinë e burgut Spaçit, a do ishe sot një rojtare, një aktiviste rojtare e burgut Spaçit? Jo, nuk besoj. Nuk besoj, nëse unë do ta kisha parë vetë me sytë e mi shkrimet e gdhëndura të njerëzve që shkruanin o Zot më ndihmo, o Zot sa dhimbje,
nuk do arrija ta perceptoja do. Mbase kjo shpjegon që sot ka një më pak, domethënë ka pak ndjeshmëri edhe shumë. Jam e bindur që fakti që nuk është punuar, që ne ta njohim historinë siç ka qenë, nuk është punuar që ne si nxënës shkolle, duhet fillonte që aty. Ne si nxënës shkolle ta njihnim historinë e shtetit tonë. Ta njihnim çfarë kemi prodhuar, çfarë ndodhi në komunizëm, të mos njohim vetëm piramidën, po të njohim edhe ato kampe vuajtje, burgimi, punë e detyruar ku njerëzit tanë kanë vuajtur, kanë lënë rinin, ëndrat e tjerë. Dhe fakti që ne nuk e njohim, pra unë, si me thënë, me këdo kam komunikuar të ditë Spaçin kishte pasur dikë ose një të njohur ama se kishte vizituar kurrë. Dhe fakti që ne nuk i njohim vendet tona të vuajtjes, vendet tona, si me thënë, që janë shumë të rëndësishme për memorien kolektive, sigurisht që reagimi jon për ta dënuar këtë do të jetë shumë i ulët, sepse kur ti nuk e njeh, nuk mund të ngresh kritik mbi të. Tani unë kam veçuar një moment shumë interesant në këtë fushatën për mbrojtjen e burgut Spaçit, që është një lloj bashkëveprimi dhe ndërveprimi midis të mbjetuarve të burgut Spaçit, që janë relativisht një moshë të thyer, të madhe, me brezin e ri që është, le të themi, jo është i lindur në demokraci. Do të thënë, si ka qenë për ty ky raporti midis teje dhe të burgosurve të burgut Spaçit. Do të thënë, pak nga kjo klima e komunikimit, bashkëbisedimit, rruga, ndërveprimi. Që vërteta unë e kam ndjerë si një barë shumë të madhe. Do me thënë, ne si të rinj jemi marrë me shumë çështje të interesit publik, e tjerë, interesit social, ama e kam ndjerë si një barë shumë të madhe të gjithë këtë punë, jo vetëm për vete, po edhe për gjithë shokët dhe shoqjet e mia, aktivistë të rinj, që si me thënë jemi gjendur në një luftë përbashkët, sepse ngjanë sikur ato që nuk është bërë për Spaçin, që nga 90-ta e këtej, që nga ruajtja, që nga, si me thënë, konservimi, që nga fushat informuese që duhet të ndodhnin në një periudhë shumë të shkurtër. Dhe fakti që ne donim, ne ishim shumë të interesuar dhe jemi të lumtur që Spaçi është në diskurs publik sot, po flitet për çfarë ka qenë, po flitet se për çfarë po bëhet, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Nga ana tjetër, ngjanë si një barë historike, si me thënë, që duhet kishte ndodhur nga qeveria më parshme, duhet kishte ndodhur nga kjo qeveri, dhe fakti që Spaçi është braktisur për mua me qëllim nga çdo qeveri që ne kemi pasur, e shton këtë barrën e përgjegjësisë, ama është një gjë që për mua, në qoftë se ne nuk ja dalim që të flasim për të, ta njohim, të përballemi, nuk duhet të i kalojmë dot kurrë. Ti ke qenë në Spaç në 3 momente. Ti mund të kesh qenë më shumë se 3 herë, po unë po them në 3 momente. Edhe për publikun po shoqëroj në ekran edhe le të themi rënojën e burgut Spaçit, siç ka ardhur nga 90-ta deri më sot, deri në 13 prill, le të themi. Pastaj ke parë me shpejtësi ti ke vrapuar për të parë kur le të themi në 31 maj u vu Suvaja. Ajo Suvaja që duket kështu, ishte interesante kur thonte Lubojna, duket sikur po bën në një butik këtu do shes dikush diçka. Dhe ke shkuar prap me kolegët dhe miqtë e tu dhe me aktivistët e tjerë, duke parë këtë imitimin artistik të atij Suvaxhiut që mundua ta lyente dhe ta gryente Suvan për të dukur. Në raport në këtë trinitizëm tani se nuk di si ta them të kësaj periudhe. Si e gjendur ti kur ke parë atë çka ishte, atë Suvan e butikut dhe këtë Suvan e re? Ç'është e vërteta, unë kur kam qenë për herë të parë dhe jam përballur me Spaçin siç ishte para ndërhyrjeve, në mendjen time mendoja që në asnjë formë nuk do gjendesh aq e tronditur. Pra fakti që ajo ishte lënë si gërmadh, aty pas viteve 90 ishte grabitur hekuri, ishte copsuar, ishin martullat, më dha një tronditje të thellë, jo vetëm për faktin çfarë përfaqësonte Spaçi, por dhe si ishte trajtuar. Kur kemi shkuar pastaj me Wilsonin me Edisonin edhe kemi parë këto 2 godina që ishin lyer si, e kam thënë shpesh herë, po si muri shtëpisë time, pra nuk përfaqësonin asgjë, po absolutisht asgjë. Dhe kontrasti ishte shumë i madh me godinën ngjitur, ka qenë një tronditje shumë e madhe sepse
Jo vetëm nga fakti që aty ishte ndërhyrë kundër ligjit, po nga mungesa e ndjeshmërisë aq e madhe që ti ta bëje aq të shëmtuar, ta dhunoje në atë lloj forme, më ka dhënë një ndjesi shumë të keqe. Më duhet sikur kisha përpar një varr të dhunuar, pra një gjë që në kulturën tonë nuk mund të ndodh kurrë. Pra shenjtëria e një varri, personi kur ka vdekur ti nuk merresh më me të, e ruan, por nuk merresh më me të. Ndërkohë që me Spaçin kishte ndodhur ky dhunim me një farë mungese kaq të madhe ndjeshmërie dhe me një arrogancë të papar, pra ne mund ta bëjmë këtë pa i thënë askujt etj. Dhe pastaj kur kemi shkuar për herë të tretë, çdo herë që kam shkuar pra kam menduar që s'mund të ndihesha më keq. Kur kemi shkuar për herë të tretë dhe kemi parë se si ata ishin munduar ta mbulonin fajin duke pikturuar lagështirën, se pari njërë është ofenduese për inteligjencën normale të çdo njeriu, sepse për ta bërë siç ishte ti nuk ndërhyje fare. Fakti që ti ndërhyje si një gjeni për të pikturuar lagështirën, përveç se dëmton komplet identitetin e godinës dhe falsifikon historinë, sepse ajo godinë nuk ka qenë ashtu. Mbi të gjitha është shumë e dhunshme për ta parë këto edhe me njerëz që ishin ishtë burgosur, sepse tani atyre u binte barra të mbronin varrin e tyre, varrin e ëndrave të tyre duhet ta mbronin që të paktën të ishte si dëshmi. Dhe kjo për mua është jo vetëm absurde, po është e tmerrshme të ndodhë. Unë do të ftoja në një shteg mendimi ose propozimi që nuk e di nëse do e ndash me mua ose jo. Kjo suvaja e 31 majt, ajo suvaja e bardh, ashtu, a mos do duhet të tregoheshin pak më inteligjent që atë që ndodhi me atë suva, ta kishim ruajtur. Të mos kishim lënë atë të pikturonte këtë lagështinë e re. Dhe kjo mund të ishte një moment tjetër muzeal për t'i thënë shoqërisë së ardhshme që shikoni se deri ku shkon domethënë një monumentalizëm të idiotizmit se si mundet të dhunohet një monument kulture. Dhe mendoj që mund të ishte interesante për t'i treguar brezave të ardhshëm që shikot se çfarë ishim në gjendje, ose shikot se sa të degraduar e lam këtë, sa dikush as nuk e çoi në mendje se po e dëmton duke i bërë këtë lloj suvaje. Patjetër mund të ishte që një formë ashtu për të thënë se pari e ndërtuam, pastaj e shkatruam, tani e bëm kështu. Dhe përgjegjësia vetëm rritet nga, si me thënë, sistemi autoritar në sistem autoritar. Po nga tjetër kjo do bënte sens nëse ne do kishim një qeveri pak më të dobët. Qeverinë se kemi, s'ruajmë dot asgjë përveç asaj që ata vendosin të bëjnë. Dhe kjo forma e dhunshme, agresive dhe arrogante që ata ndërhyjnë dhe madje në një emision regjizori tha që unë shkova dhe ju thash pse keni bërë kështu, nuk e di me çfarë cilësie ka shkuar ky zotëria, sepse kjo është edhe shkelje e ligjit, tregon që aty arroganca është kaq e madhe dhe për mua ata minimalisht duhet ta ishin lënë të bardhë, pa ndërhyrë më, të pranohej gabimi, të tërhiqej, sepse dhe të qëndronte ashtu si dëshmi e një indiferentizmi dhe ose të vinin ekspert dhe ta kthenin ata në gjendjen e mëparshme nëse mund të bëhej. Por fakti që ka ndërhyrë 3 herë pas asaj të bardhës për mua është vetëm gabim trashanik, po është shumë ofendues dhe shumë revoltues. Po ky varianti që munduan ta rikrijojnë, ai ngjante do pak? Absolutisht fare dhe kushdo që e ka parë, domethënë unë kam parë edhe njerëz që nuk janë fare ekspert që kanë qenë të revoltuar me faktin që është bërë ashtu. Përveç një gjëje shumë të rëndësishme që aty është falsifikuar historia, sepse ti nëse ja tregon kujdo që ja tregon ashtu, ajo nuk ka qenë ashtu. Dhe fakti që ti po falsifikon historinë për ta paraqitur ndryshe është në vetvete një gabim shumë i madh, sigur ajo godin të mos kishte asnjë interes tjetër. E di çfarë më shqetëson mua me gjithë kjo histori, është që në këtë situatë, aktivistët që janë duke mbrojtur, edhe le të themi të përndjekurit ose ata që janë mbijetuar po e mbrojnë me një lloj instikti humanist ose njerëzor për të ruajtur të kaluarën. Po të gjithëve ne na mungon le të themi ekspertiza për ta trajtuar këtë në mënyrën profesionale të konservimit ose trashëgimit dhe në të gjithë këtë debat unë nuk shoh që profesionistë të fushës të hyjnë edhe të bëjnë një kontribut ose institucionet të cilat janë përgjegjëse të hyjnë edhe të marrin pjesë. Domethënë edhe po të shikoje pak edhe atë show-un, domethënë atë se po i them show, opinionin ku ti ishe ose të gjitha panelet ku ne ndërtohet, është dikush që mbart një lloj emocioni
dikush që do të bëj një film dhe ka shku në për stigje të pa imagjinueshme, ndërkohë na mungon ekspertiza profesionale apo institucionale për këtë. Që vërtet Amigen unë kam parë që sidomos me filmin këtu është tentuar që debati të shmanget kush është debati real. Spekulativ. Dhe fakti që ne kemi një debat të stisur në fakt, ku na del përballë një regjisor I cili as përmendet dhe në fakt nuk është shqetësimi jon, sepse ai shqetësimi jon mund të vëmë në faktin që një regjisor shkon takon kryeministrin dhe merr leje për filmin për një investim publik që duhet kishte pasur konkurrim. Ky mund të ishte shqetësimi jon, por jo në raport me Spaçin. Në raport me Spaçin në shqetësimin edhe polemikën e kemi me Ministrinë e Kulturës. Mua më duket që debati I shpikur tërësisht me regjisorin dhe me filmin në këtë rast është për të mos folur për atë çka ka vërtet rëndësi. Për faktin që në Spaç ka një draft plan menaxhimi të miratuar nga Ministria e Kulturës dhe Fondacioni Italian, I cili është për konservimin, për ruajtjen. Në fakt unë jam ndjer shumë I nervozuar kur në këtë histori duhet të marr hapësirë kohe për të folur edhe një regjisor filmi. Domethënë nuk më hyn nuk arritu ta kuptoj pse duhet marr kohë televizive ose të argumentit pikërisht. Regjisor skenarisht ato që të jetë dhe është sepse për mua nuk duhet qëndërzuar debati as te ky regjisor, se ne mund kemi 10 regjisorë të tjerë që duan të bëjnë një film Spaç. Çfarë do bëjmë tani? Do marrim 10 regjisor, ti pyesim si do e bëjmë Spaçin? Nuk mendoj që duhet të jetë ajo forma dhe sigurisht që është vendosur që të mos jetë ajo forma. Por fakti që aty ka një plan që vetë ministria është kel, duke bërë këto ndërhyrje, të cilat nuk janë pjesë e asnjë plani. Pra ne ende sot jemi drejtuar ministrisë disa herë dhe I kemi kërkuar informacion. Këto ndërhyrje, faza e parë kujt plani janë. Pra pse janë bërë? Sepse tek draft plani menaxhimit nuk ka fare dritare dhe dyer aty. Nuk ka fare. Atëherë pse janë vendosur dritare dhe dyer? Pse është bërë suvatim? Pse është vendosur bojë hidromat? Ajo që thoni ju është e vërtetë. Un kam pasur, le të themi, rastin për qenë nga këto grupet e interesit që janë konsultuar në 2023-shin dhe le të themi përfaqësues të kësaj iniciativës italiane që kishin marrë përsipër të bërë këtë plan e konservimit, kam qenë pjesë ku janë takuar disa grupe dhe është interesante sepse përveç se ti e gjen emrin aty, ti nuk e gjen emrin për çfarë je konsultuar ose çfarë ke thënë gjatë konsultimit. Sepse në një dokument që është 200 faqe dhe të gjesh emrin në fund të fletës, kryesisht kushdo do ta kuptojë që këta janë individ që kanë kontribuar për këtë. Pavarësisht se ti mund të kesh pasur mendime kundra ose sugjerime të tjera. Fjala vjen në tavolinën ku konsultohesha unë, kanë qenë edhe një organizat tjetër që merrej me Spaçin, kanë qenë Instituti I Studimeve të Krimeve të Pasojave të Komunizmit, kanë qenë edhe disa personazhe të tjera, të gjithë me një lloj habie për këtë lloj ndërhyrje dhe të pa dakordsuar për këtë formë të ndërhyrjes, megjithatë nëse e pranojmë që kemi një plan menaxhimi, sërish ndërhyrja nuk shkon fare me atë çka plan menaxhimi dhe në plan e menaxhimit gjithmonë theksoj konservim. Dhe teknikat konservimit këtu nuk shohin asnjë, domethënë unë nuk e di se kush është një nga detajet e konservimit, domethënë nuk di në gjithë këtë histori të ndërhyrjes në Spaç. Unë jam dakord me atë që edhe ti thuaj që këtu duhet kishe pasur ekspert restaurator të cilët flisin publikisht. Tani pse mungojnë këta? Për nuk e di, ndoshta këto ndërhyrje janë bërë kaq të shpeshta sa njerëzit janë lodhur, edhe thonë a ja vlen as ja vlen, për mua ja vlen gjithmonë, sepse debati në kuptimin nuk fitohet nëse njerëzit që kanë të drejtë nuk flasin. Si Dorela, ne do largohemi dal nga Spaçi. Po. Për të hyrë në disa tema të tjera, po e lidhur dhe me Spaçin. Ne kemi protestuar bashkë, ose fjala vjen, kemi qenë jo organizator në shumë raste, për pjesë të protestave, fjala vjen protesta e studentëve. Po. Ku ju keni qenë më shumë aktiv. Ti nuk e shikoje që profesionistë të arsimit të merrnin pjesë në debatin për çështjet e arsimit. Kur le të themi kauza publike e vendit në atë moment ishte arsimi. Ne kemi qenë bashkë në organizim në çështjen e onkologjikut, çështjet e pacientëve të cilët ju mungonin ilaçet. Profesionistët
e çështjes mungonin kudo për të diskutuar për çështjen. Tek Spaçi, do me thënë, andej mungonin profesorët, këtu mungonin doktorët, këtu mungojnë, tek Spaçi mungojnë restauratorët. Çfarë është kjo sjellje në shoqëri, domethënë? Unë do thoja që ndoshta te Spaçi është pak më ndryshe, ka pasur reagime publike nga arkitektë, megjithëse prap për mua duhet kishte pasur reagim më vokal, qoftë nga komuniteti arkitektëve, qoftë nga restauratorëve, qoftë nga komuniteti artistëve, sepse ata janë prekur direkt nga prap një përfaqësues i komunitetit tyre është gjendet pjesë e këtij debati. Duhet kishte pasur reagim, ne nuk kemi pasur reagim për fat keq as nga Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit. Na është dashur ta kontaktojmë personalisht, që duhet ishin institucione pararoj apo autoriteti DOS. Pra do me thënë disa institucione që e kanë edhe detyrën e vet funksionale, të njohin monumentet e vuajtjes gjatë periudhës komuniste, ti mbrojnë, të jenë më vokal, ti bëjnë që të rinjt ti njohin, po jo vetëm të rinjt, po edhe ndoshta brezi i prindërve të mi, shkojnë aty, ti vizitojnë. Pse nuk reagon ky institut i studimeve? Si të them, për mua ne jemi në një gjendje ku askush se bën punën e vet, për fat keq. Edhe s'bën as punën e vet, imagjino të kërkojmë ne që ta bëjnë punën me ndërgjegje qytetare dhe në funksion të interesit publik. Kështu që ne do na mjaftonte që këto institucione, të cilat merren me ruajtjen e kujtesës, merren me ruajtjen e institucioneve të vuajtjes gjatë komunizmit, të reagonin minimalisht, kjo do ishte minimumi. Dhe për mua, në një vend ideal, tani do të ishin ato udhëheqëse të këtij reagimi. Nuk do gjendeshin prap disa aktivistë të shqetësuar për çështje sociale që do reagonin. Unë mendoj që ajo është një, le të themi, mënyra se si mungesa e këtij reagimit më çon tek një institucion rogash më shumë se sa një institucion Kjo pastaj është edhe për mua është një forma që ngadoj që ta kapësh dikush është i lidhur me qeverinë, sidomos ekspertët e fushave të ndryshme, për fat keq. Ne kërkojmë ekspertizë, po nuk na japin dot, sepse o janë ekspertë në shtet, o punojnë në shtet. Bukën e gojës kemi bërë një reels të suksesshëm me Renaldo që thonte bukën e gojës, dhe si duket këta ekspertët ruajnë bukën e gojës. Kemi parë këtë gjë, domethënë plus për mua sot kryeministri i vendit është një magjistar në blerjen e njerëzve, në blerjen e ekspertëve, në blerjen e njerëzve. Sa po kemi dalë nga zgjedhjet, 82 mandate, ti je një aktiviste që kemë ngritur zërin për shumë çka në vendin tonë, ke treguar se sa keq shkojnë gjërat me këtë qeverisje. Si ndihesh mbas këtij rezultati, le të themi triumfues të kryeministrit, po shumë zhgënjyes të opozitës, duke mos kapitalizuar asnjë nga energjitë që dukshëm kanë qenë në shoqërinë civile. Pra ka pasur një shoqëri civile që ka qenë aktive, po themi dekada më përpara kryesisht organizonte qeveria ose kështu partitë protesta. Për herë të parë shoqëria vetë mundet të artikulonte indinjat dhe partive i ngelshe vetëm ta kapitalizojnë politikisht, nuk kishin nevojë as të, po themi, opozitarëve. Pa u ngritur nga karrige e tyre. Ndërkohë SPAK-u andej i krijonte rrjedhje të vazhdueshme qeverisë, prap nuk e kapitalizoi politikisht. Ç'a ndodhi? Ç'është e vërteta, unë kam diskutuar shpesh me miqtë e mi dhe thash unë do marr këtë periudhën para zgjedhjeve, një javë para, që të marr veten nga ajo që do ndodh. Kishte nevojë për psikolog? Sepse gjasat gjasat ishin që rezultati ishte shumë i thellë për Partinë Socialiste, çka për mua është dëshpërues absolutisht. Unë e them. Pse gjasat ishin? Së pari unë shikoja një opozitë shumë të dobët, të palidhur me elektoratin, shikoja nga ana tjetër një fryrje të një farë shprese nga partitë e reja, por që e kuptoja nga terreni që pavarësisht ndoshta punës që kishin bërë etj ishin gjithsesi të shkëputura. Dhe pse u mendoj që isha kështu gati plotësisht e bindur, ngjandet si profeci për të raport kaq thellë, ishte sepse
ne komunikonin me njerëz dhe dinim që njerëzit në shtet ishin të detyruar të votonin Partinë Socialiste. Ky është muhabet tjetër, ai mirë kuptoi unë ata, por kjo ka pasur qenë edhe një lloj ndjesie si thua eksponentëve të djathtës vet, ku ata pretendonin që mos bënte Rama 71-shin, po jo se do fitonin. Unë kam dëgjuar edhe që kanë thënë që Rama s'do bësh 71-shin, por prap unë isha e bindur që Rama e të kalonte vendin edhe më mirë se mandati i tretë. Pse? Sepse sistemi i patronazhimit fillimisht tani është perfeksionuar deri në këtë pikë se ata e dinë shumë mirë ku i kanë votat. Së dyti, krimi organizuar për mua ka qenë një problematik shumë e madhe. Ne kemi folur me qytetarë të cilët, si me thonë, ishin dhe në fakt në fund të ditës asnjë qytetar nuk e rrezikon jetën e vet për një vot, sidomos kur nuk ka besim dhe nuk ka shpresë tek alternativa që do votoj. Dhe për shumë po të shikojmë faktin që Partia Socialdemokrate të del me aq shumë vota në gjithë Shqipërinë dhe partia për shumë socialiste del me një kandidat komplet të panjohur në Elbasan që merr vota Sajorida Tabaku, që është një politikane karriere, mua më bën të kuptoj që në fakt këtu njerëzit nuk kanë zgjedhur me vullnetin e lirë. Pra, nëse mund ta kuptoja, mund ta kuptoj. Unë mendoj që kanë zgjedhur, shpesh kanë zgjedhur në ndrysni, disa mund kanë zgjedhur sepse ashtu ju pëlqen, janë besnik të një partie prej dekadash, disa të tjerë kanë votuar ashtu për shkak të disa përfitimeve krejt banale personale, dikush tjetër mund të ketë qenë i detyruar për shembull në administratë që të vendos emrat e familjarëve të vet që jetojnë në diasporë me numra telefoni. Unë kam folur me shumë shokë në diasporë, për shembull, që kanë vite që jetojnë në Shqipëri dhe thonë, po mua nga ma gjetën numrin. Po si ka mundësi që për shembull në Shtetet e Bashkuara, ku është një vend shumë larg, edhe është një komunitet që edhe për çështje parash është e vështirë. Unë mund ta kuptoj një në Itali apo në Greqi, që edhe mund të joshet edhe nga diçka materiale. Po në Amerikë si mundet që të dalë fitues Partia Socialiste? Si ta them, ka një pjesë njerëzve që mendojnë që mos kemi gabuar në lexim të ndonjë gjëje ose mundet, për mua kjo duhet të jetë një fazë reflektimi për të gjithë ne. Pra, si më thon, ku gabuam që ndodhi kjo që ndodhi, ndoshta Partia Socialiste nuk është kaq e fortë, por ne kemi punuar mirë dhe sa duhet, ndoshta ata janë shumë të fortë dhe duhet ta dim pikat e forta që ne të përmirësohemi. Por nga tjetër shoh që sistemi propagandës është shumë i madh. Dhe ka njerëz që nuk jetojnë fare në Shqipëri, që më flasin mua për sa mirë jetohet në Shqipëri. Ndërkohë që unë e di që jetohet mirë në Shqipëri? Nuk besoj. Jo, unë mendoj. Varet sa afër qeverisë. Jo, unë mendoj që edhe po ti je shumë i pasur, edhe po ti je shumë i pasur në Shqipëri nuk jetohet mirë. Nuk jetohet mirë sepse ti nuk e qasje në arsim cilësor, nuk e qasja në shëndetësi cilësore. Janë disa sisteme që kanë ardhur tani jo amerikan, jo nga 20.000 euro, 30.000 euro viti. Po prap, unë mendoj që njeriu, si me thënë, mirëqenia është komplekse. Nuk vjen vetëm nga aspekti, pra si me thënë, që ti ke një rrogë të mirë, mund të bësh sa pushime se këto janë, ne për pjesën më të madhe të shoqërisë janë gjëra që nuk i arrin dot kurrë, por po them në teori këto duhet të jenë gjëra bazike. Por kjo lidhet pastaj me faktin sa i lumtur ndihesh ti kur del nga shtëpia, sa orë të jetos ti në trafik, a je duke u zënë me njerëzit se s'ka vend parkimi, a ka një park ku të shosh kalamajt, a ka një vend ku të shkosh flasësh me ca njerëz të tjerë, të shoqërizohesh. Për mua të gjitha këto mungojnë. Dhe fakti që të gjitha këto mungojnë dhe në qoftë se je i pasur. Për mua në Shqipëri, për këtë arsye, nuk jetohet mirë, sepse ti je gjithkohës në alert. Së pari, je gjithnjë e më shumë duke vrapuar nga një punë në një punë dhe kur ke punë të mira, transporti publik është skandaloz, je gjithkohës në trafik, në qoftë se nuk je në trafik apo lviz me skuter siç bëj unë, ke të gjitha motorrat e picave që edhe ata të shkretët për punën e tyre, janë gjithkohës në rrezik dhe ti e bën ditën e jeton kështu. Po nga ana tjetër vendi ka investitor strategjik, që nga hiç janë bërë shumë. Po, është e vërtet. Ka personazhe të cilat lëvizin me automjete të jashtëzakonshme. Vajza djem të rinj të cilët transformohen edhe në aspekti vizual.
Kjo pastaj tregon për një anomali shumë të madhe them unë. Unë them Mbas ata janë duke e shijuar. Unë them, po, ama çfarë prodhon në shoqëri kjo? Unë them gjithmonë, unë nuk mund ta kuptoj se si një vajzë apo një djalë i ri 20 deri në 30 vjeç ka një makinë që kushton 100.000 euro. Sepse Po dhe 10 vjetra mirë aty ishte prap. Se vetë mosha e vetë, sigurisht kishte punuar që 15 vjeç, po them nuk ja mundson që të ketë këtë jetë. Dhe fakti që ne sot shoqëri kemi për fat keq, për mua është ajo që ndodh, jo vetëm me makinat, që ndoshta është e dukshme, po çfarë ndodh me ndërtimin, çfarë ndodh me komplekset tani që janë bërë ekskluzive, dhe ti shikon njerëz që mund punojnë gazetar dhe bëjnë pushime Si Dorela, unë do të pyesja diçka që lidhet me këtë, që unë e kam edhe vetë si kështu, ndonjëherë mundojmë të reflektoj edhe vetë kështu, mendoj mos është sindrome e aktivistit kjo. Ka një shprehje për doktorët, thonë doktorët jetojnë në një ferë sepse i njohin shumë mirë problemet e trupit të tyre, të trupit, domethënë ose problemet mjekësore, dhe mjafton t'i dhem një kokë, një dhimbje koke e lehtë, që atë mos e bëj të lumtur se do mendoj 100 pasoja fatale që mund të ndodhin. Mos është kjo njësoj për një aktivist në shoqëri, që do thotë sa më shumë ti gërmon dhe kupton se si është sistemi, probleme, gjëra dhe ti fillon edhe jetoni pa lumtur, sepse mjafton një gjë e vogël në sistemin e drejtimit dhe ty pastaj të bën të pa lumtur dhe të bën a ka një sindrom të tillë brenda aktivistit pa që mund të mundsoj një lloj shkëputje nga realiteti, pra ata mendojnë që është mirë dhe votojnë Ramën, dhe ne që mundohemi të bëjmë kështu çukur nëpër letra, mendojmë që jemi keq dhe është një fatalizëm i madh që po na ndodh edhe na ikën edhe jeta dëm pastaj. Nuk e di nëse do i kem këto reflektime mbas sa kohësh, po tani jam mbas zgjedhjeve dhe jam kështu autokritik në maksimum. Mendoj që kur je aktivist nuk e shet dot tjetër ndryshe, kjo është e vërtetë. Pra nuk e shet dot ndryshe përveç se si mund të përmirësohet më mirë. Ama nga ana tjetër, pse mendoj që nuk është se ky është fakti që ne e shohim vetëm si aktivist na bën të palumtur, është që unë kur flas dhe me njerëz që mund të kenë votuar dhe Ramën, ndonjëherë ngrihemi nga kafja dhe ata ankohen më shumë se unë. Tani këtu puna është nga ankesa tek ndryshimi i votës si t'ja bëjmë, se që këtu ka një pakënaqësi masive, ky është fakt dhe më ndodh, dhe nga ana tjetër ne nuk po ankohemi për gjëra që janë të luksit, pra ne po ankohemi për një shërbim, për një transport publik cilësor. Kjo është një gjë bazike, për një sistem shëndetësor ku ka ilaçe, kjo është bazike, as nuk duhet të diskutohet, për një sistem arsimor ne kemi protestuar, ku fëmijët i kemi të sigurt, të rasti Martincanit për shembull na rikthehet gjithmonë si një fakt që në fakt ne nuk jemi duke e parë gotën gjysmëbosh. Ajo është gati krejt e derdhur, ne po luftojmë që ta mbushim të paktën deri në gjysmë. Kështu e shoh unë të paktën, po ndoshta duhet parë. Jo, më pëlqeu, po është e pashmangshme ky pesimizmi që ndodh mbas. Po, absolutisht. Kjo unë do të bëj disa pyetje, të cilat janë në një formë loje. Jo të rësisht loj, por nga kushdo mund të kuptoj mbi qasjen tënde, mbi politikën dhe mbi liderat politike dhe në një farë forme kush mundet edhe pasaj ndjek. Unë po të ve përpara listën e liderëve politik të cilët në fakt kanë marrë pjesë në këto zgjedhje. Edhe do të fusja në një situatë hipotetike, nëse Shqipëria do të ishte një shkollë e madhe. Cili nga politikanët që unë të kam vënë përpara do ishte më i mirë si drejtori i shkollës? Shkollën do ta bëjmë funksionale apo jo funksionale? Se këta për mua, në qoftë se shkolla do funksiononte. Vetëm se ka një problem për ty këtu, që kjo është, domethënë, zgjedhja pas zgjedhje nuk është e mundshme. Duhet patjetër të zgjedhësh dikë. Nuk është e mundshme. Nuk di ç'të them, domethënë, ndoshta fakti që jam kështu krejt e pa vendosur se kë do bëja drejtor shkolle,
tregon që kam pasur shumë vështirë edhe këtë votoja. Po një drejtor shkolle do e zgjedhësh se unë sa do ta shmangësh, do ta kërkoj ta drejtorin bëjmë e me bord shkollës. ta bëjmë nga këto liderat e rinj. Po e bëre me bord, i vure flakën shkollës. Ta zgjidhe. Vetëm bordi do ishte pak më demokratike ashtu. Nuk e di ç'të them. Të jem e sinqert, nuk kam përgjigje për të vendosur një drejtor. Në qoftë se do ishte për ta vendosur, do zgjidha nga partitë e reja, dikë që ata do binin ata në konsensus. Por po të ishte zgjedhja ime, po nuk mund ma le shkollën pa drejtor. Shkollën pa drejtor. Se partitë e vogla, po varet ku kemi ministër, partitë e vogla i shpuren gjykat, po i çove, po Kjo është dhe fatkeqësia jonë në fakt, që ne nuk zgjedhim dot një drejtor shkolle as mes 4 alternativave të reja, se për mua janë aty të gjitha. 10 emra dhe shkollën e le pa drejtor. Po, ndoshta duhet të kishim ca kandidatë gra. Këtë do zgjidhje mësues të historisë në shkollën që e kemi pa drejtor tashmë. Mësues të historisë, unë kam pasur profesor shumë të mirë në fakt në gjimnaz që kanë qenë serioz, ndoshta do zgjidhja Arlind Qorin, ndoshta. Më në fund shkollës i vun një mendoj si profesor teorik është shumë i mirë. Cilët do t'i jepnim për të ruajtur këtë Shqipërinë që do ishte një shkollë e madhe, për të ruajtur me Chelsea, domethënë Chelsea-at e rojës, ose rojen e shkollës. Nga vjedhja apo? Jo, roja e shkollës. Kur e shikon që është është më e vështirë të vendosësh rojen e shkollës me këto emra. Se sa drejtori. Se varet nga çfarë do e ruajmë. Nëse do e ruajmë fizikisht, vetëm si godin, do vendosja. Do vendosja Tom Doshin. Nëse do e ruanim që mos na vide. Interesante fund. Pastaj ky është diskutim tjetër se nuk e di kë do vendosja në fakt. Kështu që e bukur ishte. Mirë, do duhet të zgjedhim nga këta edhe një nxënës që kopjon gjithmonë dhe merr nota të mira. Po këtë besoj e vendosin të gjithë. Ne kemi pasur vetëm një nxënës në fakt, mendoj. Ti po thua që shkolla është mirë me nxënës. Nëse do zgjidhnim shkolla është mirë me nxënës, por që kopjojnë dhe marrin nota. Nga këta që pavarësisht mendimit tim personal, por nga këta i cili është tërësisht i pamerituar si politikan, është Lulzim Basha, kështu që një nxënës që ndoshta është krejtësisht i katapultuar, i zgjedhur dhe i përkodhelur nga kryetari i partisë vet, që pastaj u bë dhe kryqi më i madh që mbajti mbi shtëpinë, do ishte Basha. Mirë atëre, unë të ftoj që t'i japim disa çmime personazheve politike dhe do doja që ti të zgjidhje dikë si çmimi më i mirë për performancë përpara kamerave. Mendoj që Meta pati një periudhë të artë para se të burgoset, të arrestohej. Malet tona më të larta. U bë nga poet lirik, pastaj u bë sportist, ndryshoi disa herë maskën, mendoj që ka qenë një performancë shumë e dëshpëruar, për fat keq për fundin që ishte shumë i kuptueshëm se si do i vinte, megjithatë pati audiencë të jashtëzakonshme në rrjetet sociale dhe ndoshta për atë periudhë, pastaj në qoftë se flasim për një personazh që prodhon gjithmonë skandalesh, padyshim kryeministri Rama, dhe një personazh që mund të flasi pafund para kamerave edhe nga dritarja e shtëpisë vet, është Berisha. Mundet që ta imagjinoj përgjigjen, por gjithsesi çmimin do e japësh ti, çmimi i vitit për mjeshtrin e propagandës. Mjeshtrin e propagandës, mendoj që Rama, mendoj. Jo Rama vet në kuptimin sepse Rama vet tenton të jetë kështu një kryeminist totalisht i papërgjegjshëm dhe arroganca e tij si me thënë, megjithatë mendoj që ka një sistem të frikshëm propagande pas vetes që e mbulon gjithmonë nga papërgjegjshmëria vet si kryeministër. Pra arrogancën që ai ka si kryeministër që mund të thotë çfarë të doj, ja mbulon ky sistem perfekt propagande që ka nisur që ti mund të thotë çfarë të doj. Çmimi si i vetmi që mund të ketë një farë shprese.
Kjo është shumë e vështirë në fakt, shumë e vështirë. Kanë shpresë të gjitha apo s'ka shpresë asnjë? Mendoj që nga partitë e vjetra absolutisht unë kam vlerësuar vetëm kam vlerësuar tërheqjen e Dashamir Shehit, fakt pas zgjedhjeve, i cili tha ne kaq na votuan, ndoshta semi për të punë dhe u dërhoq. Ky ka qenë akti i tij vetëm që unë kam vlerësuar dhe kam parë si një farë modeli që duhet ndjekur në fakt, po jo si model shprese. Pastaj nga partitë e reja, në qoftë se ju referohemi, për mua të gjitha kanë shpresa nëse ja dalin përtej kostumit kryetarëve të tyre. Kryetar koalicioni në këtë rast, që nuk e di nëse do jenë prap shok koalicioni, por partitë e reja në qoftë se ja dalin jashtë xhaketës kryetarëve të tyre, do kenë një farë shpresje. Në të kundërt, është fatkeqësi ta them, por nuk shoh. Ndoshta, dhe këtë e kam si vlerësim personal, unë njoh personalisht pak më shumë nga koalicioni Shqipëria bëhet, nga aktivistë që i njoh personalisht dhe i kam vlerësuar personalisht ata për aktivizmin që kanë pasur si njerëz më vete, jo brenda partisë ekskluzivisht, por në qoftë se partia koalicioni Shqipëria bëhet do ja dalit hapet të bëjë reflektimet e veta, të jetë ndoshta me më këmbë në tokë, me premtimet që jetë, me gjërat që thotë, të jetë më e lidhur me komunitetet, mund të jetë një farë shprese. Përsa i përket Agron Sheha, i shoh që kërkon dhe Arlind Qorit kërkon mendoj që kërkon të krijojë një debat ideologjik në të cilin si kundërshtar ideologjik, ndoshta kjo ju shërben të dyve që të jenë këta kundërshtarë të rinë ideologjik pas PD-s dhe PS-s. Mendoj që kjo ju shërben fakt vetëm partive tyre, por ne si qytetarë, emergjenca është që të ndryshojmë sistemin dhe këtë kulturë së pari. Pastaj debati ideologjik është i rëndësishëm, por është një luks shumë i madh në kushtet ku gjendemi. Interesante është nëse do më thoje se nëse do të jepej mundësia për të drekuar me dikë, këtë do zgjidhje? Nëse do më jepej mundësia të drekoja me dikë, mund të zgjedh kryetar partive të re. Unë i marr kështu të gjitha. Por nuk e shikon si mundësi që të ai drek me kryeministrin për t'i dhënë 2-3 këshilla ose indinjata të tuat? Unë në këtë pikë jam si Ilir Renozi. Mendoj që në këtë pikë kam idhull Ilir Renozin, sepse Rama na ka treguar që ka bler absolutisht çdo që ka thirrur në zyrë. Nuk kam frikë nga vetja, ama sistemi i tij propagandës mund të të vërë në gojë fjalë që ti si ke thënë kurrë. Dhe sa të rish të shpjegosh ti veten dhe qëndrimet e tua, unë Ramën do të takoja vetëm në një takim publik, me njerëz, me kamera dhe pa regji. Dhe në fakt kështu do ndodhte me të gjithë këta politikan, do të takoja vetëm pa regji. Ti takoja personalisht, nuk kam për fat keq ndonjë interes që mund të thoja që do drekoja. Ndoshta me dashemi që nëse është tërhequr, edhe, por vetëm për jo mendoj interes politik në fakt. Kam disa dilema të cilat do t'i bëj në formë pyetje duke dashur për të eksploruar pak më shumë. Për shembull, nëse zgjedhjet do të ishin sot, dhe kishe 2 modele politikanësh për të zgjedhur. Politikanin domethënë politikani efektiv po i korruptuar dhe midis një politikani të paaft po të ndershëm. Këtë do zgjidhje? Që është vërteta në këtë moment do zgjidhja një politikan të paaft, por të ndershëm, për faktin se ne na duhet ta ndryshojmë vizionin se si e shohim politikën. Pra dhe në qoftë se ne na duhet që për një farë periudhe të mos ja dali mirë dhe të mos jemi eficient. Është si ajo kënga e më mirë i varfër se s'po më vjen tani. Më mirë me ty. Më mirë me ty dhe fukara se sa. Për mua thelbësore është që ne ta ndryshojmë kulturën si qasemi politikës. Pra po zgjedhim një të ndeshëm, po të pa. Politikën dhe politikanin si tërësisht të korruptuar, se kjo na ka marrë në qaf dhe step
dhe jo vetëm faktin që ne jemi destinuar pastaj të vdesim me të zgjedhur këta politikan kaq të korruptuar të kasës vjetër, por nga ana tjetër step dhe ata të rinë, çuna goca shumë të mirë, që janë në Shqipëri, që janë kthyer nga diaspora, ne patëm lëvizjen e diasporës që kishin shumë interes për të angazhuar. Tani do të bëj një pyetje që ju afruam pak më përpara, po nuk ju afruam kaq. Nëse do të jepej mundësia që të punoje në institucion, ku mund të bëje pak për shoqërinë ose shumë për shoqërinë, apo të luftosh nga jashtë pas një dikim, çfarë do bëje? Për shembull, ka pasur sa aktivistë që nga kështu të indinjuar edhe këtë me sindromin që thoya që i dukshin gjërat gjitha keq, fap zvendës ministra edhe Shqipëria duket tjetër. Ky është një problem tjetër, e di si është. Po e bëra kështu qesharake, po, e qartë. Domethënë po e shtruar parimisht, do bësh një zvendës ministre ku bën disa gjëra për vendin, me një sakrificë të madhe për veten tënde, po i le diçka vendit, apo do rish jashtë me mua, me Rigelsin dhe me Edisonin dhe godasim dyert nga jashtë? Shiko, në qoftë se unë do kisha bindjen që ideja jote vlerësohet, ti vlerësohesh për ekspertizën tënde dhe qeveria në këtë rast do ishte demokratike, ose pak më shumë demokratike, nuk mendoj që kanë bërë a priori gabim. Ama, duke qenë krejt të bindur që në këtë qeveri të katër tani të Ramës, të gjitha, si me thënë, linjat se si veprohen merren ekskluzivisht nga kryeministri Rama dhe ti nuk ke asnjë farë, pra mua më duket më shumë si një farë justifikimi kjo që unë po futem që të ndryshoj diçka nga brenda, sepse tani më sistemi nuk është më si me thënë përshë nuk është më as i decentralizuar disi. Tani nuk është justifikim kjo. Plotësisht i centralizuar. Dhe për mua tani të thua që po futem unë të ndryshoj ca gjëra kur ti e di që gjithë qeveria është njëshi, më duket justifikim, pra nuk më vlen. Për mua nuk është argument. Dhe për mua ne duhet të shtojmë radhët tona që ta heqim njëshin dhe pushteti të decentralizohet. Pastaj sigurisht lind nevoja e forumeve, e grupimeve dhe nga ana tjetër un kam parë shumë deputet të rinj fakt që kryeministri Rama i ka sjell në këtë fushat zgjedhore dhe mua kjo forma që Rama të zgjedh për mua është formë blerje në fakt, nuk është një formë interesi për punën tënde, sepse kam këtu parasysh për shembull të parën e listës Shkodrës, e cila vjen nga një angazhimi vet në një agroturizëm, në një zonë që unë e njoh, sepse mamin e kam nga ndej ku investimet publike kanë qenë kaq të pakta, njerëzit kanë protestuar për vite me radhë për një rrugë, vetëm për kaq. Dhe tani fakti që kryeministri të zgjedh për të kryesuar një listë është për të çuar zërin tënd, nuk është sepse intereson ideja jote, sepse përndryshe do kishe investuar tek ajo që ti e kërkon. Dhe për mua kjo formë e blerjes së individëve, ekspertëve nga Rama ka ndodhur, e kemi parë me qindra herë, e kemi parë në protesta të studentëve, e kemi parë në protestën e teatrit se si shumë artistë u shpërblyen me në mënyrë që të heqnin. Edhe shembujt që të dhash unë nuk është se tashmë njihem për ndonjë ndryshim. Kështu që absolutisht për mua është një formë që ne tani është kaq e qartë sa nuk na falet më që të bien prej kësaj grackë. Është e qartë dhe mbi të gjitha nuk duhet të funksionojë sistemi në këtë lloj forme. Ti konkuron, ti nuk përzgjidhesh, ti konkuron, duhet konkuron. Kjo ndos me qeverinë. Po. Në opozitë është pak më liberalizuar skena. Do preferoje të hyje në një parti politike për ta ndryshuar atë nga brenda, që më pas ajo të kthej në një... Po kjo, edhe duke ditur që kosto me kredibilitetin e aktivistit do të bie. Ka pasur disa aktivistë të cilët janë bashkangjitur grupimeve të reja politike, për mua nuk është a priori gabim, por nga ana tjetër, sepse ato që më ofruan ishin partitë të vjetra. Partitë e reja s'më kanë kjo ishte për shaka në fakt. Nuk e kam bërë për këtë arsye që thash dhe në fillim, unë kam parë partitë të reja që pavarësisht ndoshta zëllit aktivistëve, ama janë të qëndërzuar tek një individ. Dhe për mua ky është një problem shumë i madh. Dhe në fakt kam pasur dhe një reagim që thash
Partitë e re do votoj atë e cila ja njoh nën kryetarin ose nën kryetaren, pra të paktën ka 2 individ bosh, nuk ka vetëm një individ. Dhe nga ana tjetër që bëj një transparencë financiare. Këto janë për mua 2 kushtet që duhet të jenë parësore, sepse çfarë ndodh? Partitë e reja na kanë ardhur, si me thënë, si kundrapesh ndaj këtij sistemi. Së pari që është jo me konkurrencë dhe që nuk përzit ai që është më i miri, dhe së dyti, pra që është një parti vetëm kundër partisë kryetarit. E bën partitë e reja këtë? Dhe së dyti për transparencë financiare. Për mua nuk ka ndodhur, për fat keq. Për fat keq nuk ka ndodhur, ndoshta për shkak të urgjencës kohës, u krijuan shumë vonë, fushat zgjedhore ishte. Por në raport me partitë e vjetra, ishin më mirë në transparencë dhe në pluralizëm? Në pluralizëm jo. Në pluralizëm jo. Në pluralizëm kam parë parti të qëndruar tek përgjithsisht të kryetarit tyre. Ndoshta unë kam bërë disa herë si kritik këtë, që është e vërteta, kjo mund të lidhet me karakterin e kryetarit, mund të lidhet me mënyrën se si është ndërtuar struktura, po për mua duhet dalë prej saj. Në të gjitha këto partitë të reja, unë njoh çuna dhe goca shumë të mirë, shumë të aftë, me ekspertizë shumë të mirë. Dhe për mua partia duhet të funksionojë me shumë fytyra, sepse s'mund të përsërisi më të njëjtat gabime të një politike që si me thënë, e kemi sharë gjithkohon, e kemi kritikuar gjithkohon, dhe fakti që ne jemi është sepse si jemi si ata. Ama, për mua, ne na duhet një e re që është e re vërtet, nuk na duhet një e re që është krijuar para 1 muaji apo para 2 vitesh. Na duhet një e re në qasje, në demokraci të brendshme dhe në transparencë financiare. Shikon mundësi që të evolojnë partitë e reja në një të re të modelit që ti preferon? Nuk di ç'të them. A mund të ndihmosh ti për ta bërë këtë? Në fakt unë edhe miqtë e mi aktivistë nuk e kemi luftën, dhe unë ja kam thënë këtë edhe gjatë fushatës, lufta jonë për fat të mirë në këtë moment është me një parti që i ka uzurpuar të gjitha, dhe që është partia në pushtet. Dhe ne duhet së pari të gjithë bashk të bashkohemi, të krijojmë një zë të fortë kundër këtij modeli qeverisës vetëm një partijak për mandatin e 4. Pastaj ne mundemi sigurisht që të kemi devianca mes njëri tjetrit për mënyrën si shohim gjërat, ama në këtë moment është emergjencë që ne të mos nxjerrim justifikime që kemi ndryshime ideologjike apo që kemi që mendoj që këto i përkasin një momenti tjetër. Ajo që thua ti është e drejtë. Përgjithsisht njerëzit i përshbashkohen ose aspirata ose armiku. Që do të thotë në aspektin armikut ne kemi Ramën dhe fatkeqësisht palët nuk i ka përbashkuar armiku, megjithëse kanë Ramën kundërshtar, ata nuk janë përbashkuar. Mos është koha që të eksplorojnë për variantin tjetër të përbashkimit që është aspirata, pra që ti bashkoj, dhe kur themi aspirata bëhet fjalë ideja, domethënë, a duhet të eksplorohen mbi ide të reja që i çojnë i sjellin përpara këta, apo thjesht duhet bëjmë këtë të synojmë këtë të armikut? Për mua pati 2 faza. Unë mendoj që edhe aspirata, edhe armiku i bashkonte edhe para zgjedhjeve. Pra, edhe armiku që ishte një qeveri që kishte 3 mandate, a kishte një ide në plotësisht e korruptuar, dhe nga ana tjetër që ne të vendosnim kushtin bazë të demokracisë, pra që s'mund të fitojë gjithmonë një parti, ka dhe partitë të tjera që marrin shumicën, që është kushti bazë i përbashkonte. Çfarë pash unë si problem ishte që para zgjedhjeve nuk e di se nga, ama partitë e reja e bën llogarit gabim dhe menduan që mund të ishin të fuqishme vetë për të pasur vetë zërin e tyre. Kjo për mua ishte më shumë një farë arrogancë dhe mosnjohje e realitetit, që në fakt na kushtoi shumë, se kemi një mazhorancë të çmendur tani me 82 mandate në mandatin e 4. Nuk po flasim, pra është e palogjikshme që një mazhorancë të dali më mirë mandatin e 2 se mandatin e parë, mandatin e 3 se mandatin e 2 dhe mandatin e 4 më mirë se mandatin e 3. Në shtetet ku funksionon demokracia shumë më mirë se ne, ndoshta jo plotësisht, po më mirë se ne, qeveritë kanë shumë vështirë të mbyllin dhe mandatin e parë, edhe kur qeverisin shumë mirë, le më të dytin. I treti as nuk imagjinohet. Pra ne, sigur vetëm nga ky aspekt, ti mund të kesh qeverisur shumë mirë, por demokracia e do që njerëzit të jenë pa të kënaqur, praktikisht sepse kërkojnë gjithnjë më mirë, qeverisje më të mirë. E kam parë mbase këtë ka menduar opozita dhe ka menduar pse punoj
Ky do bie Apo i ka bërë llogarit shumë gabim dhe i ka bërë në fakt mbi kurrizin ton, sepse shpesh mendohet që humbi opozita, në fakt unë mendoj që ka humbur shoqëria shqiptare, që është e detyruar të jetojë një autoritarizëm ekstrem, pra me 82 mandate, ku mund të bëj praktikisht çfarë të dojë, kemi parë që ka bërë çfarë ka dashur dhe më përpara. Imagjino tani që ka të gjitha mandatet vet, të gjitha pushtetin vet, pushtetin e medias, pushtetin e oligarkisë dhe pushtetin e krimit. Tani un kam pyetjen e fundit. Pasi ti i renditet gjitha këto, a ke më fuqi? Po pse mos kem? Fakti që ne i njohim të gjitha këto. Të gjitha ato që thua ti janë arsye për të mos pasur më fuqi. Kurse unë mendoj që fakti që ne e njohim situatën shumë më mirë sot, e dim shumë më mirë se si funksionon sistemi propagandës, e dim shumë më mirë se ku është bërë vjedhja, kush janë hajdutët. Ndihesh e lodhur ti? Jo, nuk ndihem e lodhur. Unë e mendoj këtë gjë që po bëj një gjë më të mirë për veten time së pari, pastaj për familjen, pastaj për lagjen, si të ka shërbyer për palestër. Do të ti ndjen veten më me muskuj sot dhe më të fuqishëm. Pak a shumë. Unë mendoj që ne si shoqëri kemi fituar eksperiencë politike që se kemi pasur, kemi fituar vetdije politike që se kemi pasur kaq, kemi njohur njëri tjetrin, kemi krijuar disa aleanca ku kemi besim që nuk na tradhtojnë, nuk na zhgënjejnë, nuk na lënë balt. Dhe është momenti vetëm që t'i forcojmë këto aleanca dhe t'i zgjerojmë. Asnjë pushtet në botë nuk është aq i fuqishëm sa duket, mendoj unë. Edhe unë mendoj këtë. Fakti që ne stepemi, fakti që një pjesë e madhe jona ka zgjedhur tik si një formë reagimi ndoshta, fakti që, si me thënë, ne patëm një test mendoj nga zgjedhjet dhe pam që bashkimi të gjithëve ne dhe zgjerimi i aleancave tona është e vetmja formë që do të na shpëtojë të gjithëve. Dhe pasi ne të vendosim kushtin bazë të demokracisë, hajde diskutojmë mbi çfarë na ndan. Po së pari të investohemi në çfarë na bashkon kundër një të keqje shumë të madhe dhe një qeverie shumë autokratike. Unë të falenderoj. Kënaqa, edhe mbase mund të jetë e çuditshme që ti kalon kaq minuta duke folur dhe nuk u prek në asnjë rast çështja e grave dhe vajzave, po mbase mund të jetë për një mund të jetë për një tash po të kishim ndoshta një politikane grua mund të kishim gjetur një drejtore shkolle. Po shumë mirë. Por nuk fati keq që gratë janë më të arsimuara apo më pak të pozicione drejtuese në vendin tonë. Kështu që për fat keq nuk të le sepse po të lash do më jo, do e mbyll shumë shkurt. Duhet të thënë faleminderit edhe që ndoshta kjo edhe aktivizmi jon mund të jetë një formë se si gratë dhe vajzat në fakt flasin dhe për gjëra të tjera që nuk lidhen specifikisht me çështjet e gruas. Çështjet e gruas janë çështjet e njeriut dhe çështjet që janë të njeriut janë edhe të gruas. Kështu që faleminderit shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj edhe jam shumë i lumtur që me angazhimin tënd ti mundet të ndërtosh një model të mënyrës se si mund të angazhohesh në këtë hapësirën publike. Shpeshherë aktivistët intimidohen, e përgjithshmja është që ti nuk mund të merresh me gjithçka, po ashtu si në një familje gjithkush merret me gjithçka, ashtu si problemet tona janë të gjithçkashme, askush nuk mund të na mbyll rrugën për të thënë që ti nuk do merresh me gjithçka dhe unë e gjej me vlerë që ti ke pasur mundësi që të reagosh për gjëra të ndryshme që janë të përbashkëta, janë edhe të vetvetes në thelbe dhe nuk ke pësuar këtë lloj intimidimi që përgjithsisht shoqëria ta jep kështu, e ka si reagimin e parë. Reagimin e parë edhe me një lloj maturie dhe me një lloj eksperiencë që të mbërthejnë dhe ti s'ke nga jambang. Kështu që edhe një herë të falemnderit, me miqtë të cilën na kanë ndjekur ne do shihemi sërish në komunikimet e radhës dhe shpresoj që komunikimet të jenë po kaq të frytshme saç ishte kjo e sotshme. Faleminderit.